E gjithë jeta e Pablo Escobar, bossit të drogës kolumbiane, është përmbledhur në një libër të vetëm, i titulluar Mi Padre. Libri përmban një portret të mbretit të drogës, marrëdhënie dhe tradhtinë të vëllait Roberto Escobar, duke kundërshtuar edhe pretendimin zyrtar se mbreti i kokainës kolumbiane u qelluar për vdekje nga policia më 1993-shin. Dhe djali Escobarit, Juan Pablo, pas më se 2 dekadash të vdekjes së të atit, thotë se gjithë shteti kolumbian është gati për të dëgjuar historinë reale të baronit të drogës. Ideja ime ishte një vendim personal për të treguar historinë në veten e parë, me qëllim për të thënë të vërtetën në lidhje me atë që ndodhi gjatë atyre ditëve. Kolumbia sot është më e gatshme për të dëgjuar të vërtetën. Sipas zyrtarëve e kreu i kartelit Medellin, Pablo Escobar u vra në një shkëmbim zjarri me forcat kolumbiane të sigurisë, të cilët kishin rrethuar strofullën e tij. Padroni i drogës thuhet se u qellua për vdekje pas përpjekjes për t'u arratisur nga çetia, por Juan Pablo Escobar deklaroi për mediat se babai i tij kishte planifikuar gjithçka. Unë nuk besoj në rastësi. Plumbi ka ndodhur pikërisht në të njëjtin vend ku babai im më tha se ai kishte vendosur datën dhe vendi ku kishte për ta kapur. Ai gjithmonë ka përmendur se nga 15 plumat në armën e tij, 14 do të jenë për armiqtë e tij dhe i fundit për të. Kjo nuk ishte vetëm një bisedë që kam pasur me të, por edhe me bisedat që kam pasur me nënën time, motrën, me nënën e tij dhe me të gjithë anëtarët e tjerë të familjes. Ajo ishte e njohur dhe atje është edhe një regjistrim i cili është një transkript në libër. Në kulmin e biznesit të tij, Pablo Escobar transportonte rreth 15 ton kokainë në ditë, kontraband për në Shtetet e Bashkuara me vlerë prej disa gjysmë miliard dollar. Pas vdekjes së Escobarit, Juan Pablo, nëna dhe motra e tij u shpërngulen në Argjentinë për të filluar një jetë të re. Djali i Pablo Escobar tha se asgjë nuk ka mbetur nga perandoria miliarda dollarësh e të atit, i biri i bosit më të madh të drogës. Ka marrë pjesë edhe në një dokumentar të realizuar në 2009, Pecados de mi Padre, ose Mëkatet e atit tim. Në dokumentar Juan Pablo shfaqet me fëmijët e njerëzve që i ati i tij kishte vrarë.